Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Birgjëreshës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e javës, por që dua mos të harroni që këto janë lexime gjenerale dhe është e pamundur të përshtaten me të gjitha. Do fillojmë me rezistencë. Jemi duke rezistuar me ju të dashur Birgjëreshë dhe do ju ndihmoj ndikimet e juaja e kaluara, qëllimet e ardhmja juaj e afërt, qasja juaj, mjedisi që po ju rrethon, çfarë duhet të dini dhe gjë bukur, rezultati bazuar në energji aktuale. Po rezistoni, doja dini të dashur shtatë shkupive, absolutisht kjo është mbrojtja e vetës, arsyetime, negociata, mbrojtja e nderit të juaj. Është përkushtim, tash po I përmend të gjitha çfarë pasqyron letra, absolutisht, është përkushtim ndaj një rruge, ndaj një personi ose projekti. Por mbi gjitha është guxim dhe rezistencë. Të dashur, jemi duke rezistuar dhe shikoni këtu sikur nga gjitha I pyll I këtyre shkupive jemi duke dalë. Po rezistoni. Është një diçka jemi duke luftuar për të arritur dhe do ndikoheni nga dy. Bardha e zeza është the lovers që nuk ka të bëjë në fakt. Kjo mund të jetë të dashuruarit është tundim, është angazhim, është balancimi I energjisë mashkullore dhe femërore absolutisht, nga që është e bardha e zeza dhe të qeni të njëjtë kryqëm në fakt nevoja për të bërë një zgjedhje të qartë. Mund të jenë dy persona, mund të jenë dy punë, mund të jenë dy shtëpia, mund të jenë ku di unë gjë tani dy diçka sikur në mes të dy rrugëve dhe cilën të zgjedh. Dhe kjo do ju ndihmoj në fakt kur të dini që këtu absolutisht do jeni në gjendje dhe ja ku është do ndikoheni, do jeni në gjendje të zgjidhni më të mirën e mundshme. Nga që do ndikoheni nga energjia e perandorit. Perandori është siguria vetë, është maskuliteti hynor, stabilitet, siguri, ambicie, fuqi, absolutisht dhe një pozicion autoritativ, do thosha, jeni duke promovuar dhe kjo do ndikoj tek ju. Çfarëdo që jeni duke dalë dhe këtë zgjidhje që po bëni, do bëni zgjedhjen e duhur për ju, e kaluara. Nuk e dua. Birgjëreshat janë pak të vështira në kuptimin e saj, nuk zgjedhin dot aq lehtë, janë shumë seleksionuese dhe për shoqëri dhe për punë dhe për të dashur dhe çfarëdo që të jetë janë shumë seleksionuese, janë analizat I bëjnë gjithkohës për çfarëdo lloj gjëje që ka të bëjë. Do thotë këtu ka qenë nga e kaluara, nuk e dua, kështu nuk dua, ashtu nuk dua dhe bën mirë. Por kjo mund të jetë një tip si lloj depresioni nga e kaluara të dashur dhe tregon sikur çdo gjë diku tjetër duket më mirë, por nuk është ashtu, absolutisht nuk është ashtu dhe shikoni dëshirat me një farë mënyrë sikur çdo gjë që po shikoni nuk është ashtu. Hëna nuk është duke I lëvizur fillin apo pejtë e këtyre dy kukullave. Është në një farë mënyrë gjithçka nuk është ashtu siç duket, është një iluzione, është një lloj pasigurie sikur për të ecur përpara, por siç thash duke u bazuar në letrën e perandorit të dashur, perandorit tregon për të ardhmen e juaj të afërt. Shikoni sa me forcë, që tregon forcën, në fakt nuk ka të bëj fare me forcë këtu, këtu është triumf mbi një situatë të vështirë. Ndoshta të gjatë për ca nga ju të dashur Birgjëreshë, është te kalimi I tundimit ose çfarëdo lloj stagnimi, do të mund të zotroni çdo gjë brenda një lloj fuqie, është triumf, do ta mbijetoni, do ta kaloni, do ta kapërceni, çfarëdo që të jetë. Tani
qasja juaj, ja shiko, kur them do ta kapërceni janë 3 gra këtu, pavarësisht se në gojë të një peshku apo peshka qeni, tregon për festë. 3 kupa tregon festë, përpjekje në grupë, është do triumfoni, siç e thash, dhe mund të jetë një lloj ahengu, festë, mund të jetë dasma, mund të jetë martesë absolutisht, por të gjitha këto tregojnë një lloj gëzimi, por për ca nga ju dhe pajtim nga një marrëdhënie nga e kaluara. Mos harroni të dashur, kjo është me një farë mënyrë për gjithë ato që duan një pajtim apo janë duke festuar ato çfarë janë duke fituar këtë triumf, këtë gëzim. Tani, mjedisit që po ju rrethon tregon 7 të monedhës. Shikoni sikur me punën e juaj, paksa dhe duke rrjedh gjak dhe nga ky dru, duke treguar punën, angazhimin dhe letra pasqyron këtë. Investimi i kohës apo i energjisë së juaj në dikë apo në diçka kërkon durim. Kërkon planifikim. Kjo është vetëm fillimi diçkaje që po rritet. Siç thash, absolutisht do të dilni aty ku dëshironi, por kërkohet pak durim. Nuk është 10, është 7. Dhe kjo e tregon, diçkaje që po rritet, të janë qëllime të afatgjata, duhet vazhdoni të përkushtoni, të jeni stabil, të jeni të disiplinuar, të jeni të zellshëm për të ndërtuar këto themele të forta. Mbaj mend, po them këto themele të forta. Është 7 dhe pak ka ngelur për të arritur aty. Çfarë duhet të dini? Të dashur vigjeresha, jeni duke filluar diçka nga e para. Mund të jetë mu për këtë gjë, mund të jetë punë, mund të jetë dashuri, mund të jetë karrierë, nuk dua të kapem për një gjë, dua t'i shkoj në përgjithësi, prandaj po ju them, the Fool është letra 0. Me këtë dhe fillon tarot. Mos harroni, me këtë letër dhe fillon tarot. Një kapitull i ri, fitime të reja, mundësi të reja. Mund të jetë udhtim, mund të jetë dashuri, mund të jetë punë, mund të jetë biznes, mund të jetë karrierë, por diçka e re, diçka një fletë të një libri që është i pashkruar, do keni mundësi të shkruani vetë. Këtë duhet ta mbani mend. Dhe thash, mbani mend këto që thash, shikoni. Dhe rezultati është 4 të shkopive, mua të themele që thash këtu. Për të arritur, duhet durim, duhet të bëni të njëjtën punë, duhet të jeni të zellshëm, të disiplinuar, të përkushtuar për të arritur aty, nga aty ku dëshironi. Dhe aku është 4 të shkopive. 4 të shkopive të dashur është martesë, është ndërtimi i shtëpisë, ndërtimi i biznesit, ndërtimi i një dashurie, parafrimi me rrugën dhe qëllimin tuaj, lidhja me njerëz të duhur, ndjenja e përkatësisë, përputhja me frekuencat e asaj që dëshironi në jetë, absolutisht. Por, siç thash këtu, për t'i vënë themelet e diçkaje duhet punuar dhe vazhdoni dhe pak, nuk ka ngelur dhe shumë. 4 shkopit janë 4 shtyllat e themeleve të diçkaje, kogja të bukur, kogja të vlefshme për ju, kogja të fort, do ta thosha, nga që ato themele nuk lëkunden aq lehtë, nga që është bërë punë e madhe për të arritur deri këtu. Dhe të dashur, të marrim një mesazh për ju që absolutisht ja ku janë, jeni formuar transformim. Jeni formuar vetën në një flutur që tregon ndryshimet intensive në jetën e juaj. Dhe jo vetëm aq, gjithë këto flutra që do sjellin njëra pas tjetrës, prandaj dhe jashtë këto dhe tash vazhdoni në të njëjtën tempo, mos ndryshoni asnjë gjë, nga që këtu del një gjë e re. Dhe aku është transformimi. Jeni duke përjetuar apo do përjetoni një ndryshim të madh që do sjell bekim në jetën e juaj. Uroj të gjitha vigjereshat të përshtatet të paktën kjo letër këtu me të gjitha vigjereshat, bekim në këtë transformim që është duke ardhur. Siç thash, një ndryshim i madh në jetën e juaj dhe pastaj njëra pas tjetrës, nga që flutura pasqyron ndryshimet në jetën e juaj. Dhe të dashur vigjeresh, kjo ishte për ju.